Apostulli i ditës. Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër, por asgjë nuk është e pastër për të ndoturit dhe për ata që nuk besojnë, madje edhe mendja dhe ndërgjegjat e tyre janë të ndotura. Ata pohon se njohin Perëndin, por me vepra mohojnë sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazot për çfarëdo vepra të mirë. Por ti shpall ato që përkojnë me doktrinën shëndosh, pleqtë të jenë të përmbajtur, dinjëstos, të urtë, të shëndosh, në besim, në dashuri, në durim. Gjithashtu dhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu si ka i e shenjtorëve, jo shpifse, jo robinja ndaj verës së shumë, por mësuese të së mirës, që të mësojnë të reja, të duan burrat e tyre, të duan bitë e tyre, të jenë fjalë pak, të lira, të kushtojnë punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndis mos blasemohet. Nxiti gjithashtu të rinj që të jenë të matur, duke nxjerrë në çdo gjë veten si shembull veprash të mira, duke treguar në mësim, pastërti, dinjitet, paprishmëri. Një e foluar shëndosh e paqortueshme që kundërshtari të turpërohet e të mos ketë të flasë asgjë të keqe për ju. Shërbëtorët të bindën zotrive të tyre, të mundohen të kënaqin të gjitha gjërat që të mos i kundërshtojnë me fjalë, të mos përvesojnë gjëra të huaja, por tregojnë një besnikëri të plotë në çdo gjë që të nderojnë në mësimin e Perëndisë dhe shpëtimtarit ton. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të radios në javë dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Titit, kapitulli 1, vargu 15 deri në fund dhe nga kapitulli 2, vargu 1 deri në 10. Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër, por asgjë nuk është e pastër për të ndoturit dhe për ata që nuk besojnë, madje edhe mendja dhe ndërgjegjat e tyre janë të ndotura. Kjo thënie e apostullit Pavlit nga disa është keq interpretuar dhe keq kuptuar, sidomos nga grupet heretike, sepse jo gjithçka është e pastër në këtë botë, madje edhe për ata që kanë mendje të pastër. Disa e kanë justifikuar këtë thënie edhe për mëkatet e tyre, por çfarë kuptimi ka kur thot apostulli Pavli gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër? Ai nuk kupton këtu për besimtarin e krishterë, i cili nuk mbështetet më te praktikat e ligjit, pra për ushqimet të ndotura. Por asgjë nuk është e pastër për të ndoturit dhe për ata që nuk besojnë. Dhe këtu bëhet fjalë për ata heretik judejnë, të cilët nuk besojnë në Krishtin ose kishin një besim të përgjysmuar. Zoti Krisht thot se të papastër nuk e bën njeriu ajo që ha, por të papastër e bën njeriu ajo që del nga zemra. Nëse jeta e brendshme e njeriu është e papastër, dhe ai nuk ka besim në Zotin Jezu Krisht, atëherë asgjë nuk është e pastër për të. Zbatimi i rregullave dietike, ashtu siç ishin praktikat të ligjit të dhjatës vjetër, nuk do të bëjnë asgjë për atë. Të gjitha praktikat e dhjatës vjetër ose të ligjit u dhanë që të përmbusheshin në Krishtin, pra për treguar se populli i Izraelit duhet të ishte një popull ndryshe nga popujt e tjerë, pra edhe në veshje dhe në ushqim dhe mentalitet. Por me ardhen e Zotit Krisht, të gjitha këto tashmë humbën dhe nuk kanë më asnjë vlerë. Por heretikët judej vazhdonin të thoshin në bashkinë e Kretës ose në kishën e Kretës se duhet zbatuar këto praktika të ligjit të ushqimeve të ndotura ose të pastra. Për të dhënë dhe kuptimin që ka dhe kreshma. Për shembull, në periudhë të ndryshme të vitit, ne krishterët ortodoks mbajmë kreshëm dhe heqin disa ushqime, siç është mishi, bulmeti në produkte. Kjo nuk do të thotë se mishi dhe bulmeti në produkte janë të ndotura, por dhe perimet ose diçka janë diçka të pastra ose të shenjta. Këto janë thjesht ushtrime, pra ushqimet në vetvete të gjitha janë të pastra dhe janë të pastra për ata që i marrin me besim. Prandaj kreshma nuk është qëllim në vetvete dhe nuk na bën të pastër perimet, por na bën të pastër zemra e pastruar me pendim dhe rrëfim dhe zemra ku qëndron vet Krishti. Dhe vazhdojmë edhe flasim si shtam për vargun 16. Ata pohojnë se njohin Perëndin, por me veprat e tyre mohojnë. Ata pra heretikët judej pohoni se ishin të krishterë, por me vepra e mohonin sepse duke zbatuar ligjet e dhjatës vjetër, ata mohonin shpëtimin në Krishtin. Prandaj dhe apostulli Pavli thotë të neveritshëm, të pabindur, të pazot për çdo vepre të mirë. Të gjitha praktikat që bënin ata ishin të neveritshme tashmë dhe ishin të pabindur ndaj mësimit të Zotit dhe të apostujve, por të pazot për çfarëdo vepre të mirë, sepse çfarëdo vepre të mirë që mund të bëjë njeriu, sidomos kur mbështetet edhe tek veprat e ligjit, është e ndotur, është një paçavure në sy të Perëndisë. Prandaj njeriu nuk shpëton nga veprat ashtu siç mendoni judejt ose ashtu siç ka edhe grupime të tjera fetare, por njeriu shpëton nga besimi dhe veprat që ne bëjmë janë
për ligjet e besimit ton. Dhe vazhdojmë të lexojmë më poshtë në kapitullin 2 vargu 1 na thuhet: "Por ti shpall ato që përkojnë me doktrinën e shëndosh." Pra, detyra e Titit si një peshkop në kishën e Kretës ishte të mësonte gjëra që përkojnë me doktrinën e shëndosh, pra me doktrinën që ai kishte mësuar nga apostull Pavli dhe apostull Pavli kishte mësuar nga Krishti. Kjo është shumë e rëndësishme për një peshkop ose për një presbiter, prift, nuk duhet të japi mendimet e veta, idetë e veta, por ato çfarë mëson kisha. Prandaj, kur një episkop, një prift ose një teolog dhe katekist në kishën tonë ortodokse me shkrimin e shenjtë, ai nuk thot unë e kuptoj kështu, por kështu thot kisha. Dhe vazhdon apostulli tashmë merret me pjesëtarët e bashkësisë ose të kishës së Kretës që përbëhet nga njerëz të moshave të ndryshme dhe fillon nga pleqt. Në vargun 2 na thuhet pleqt të jenë të përmbajtur, dinjitos, të urtë, të shëndosh në besim, në dashuri dhe në durim. Pra pleqt, këtu nuk e ka fjalën për priftërinë, por ka për njerëzit e moshuar, duhet të jenë të përmbajtur. Pra, pavarësisht se mosha është e madhe, përsëri njeriu brenda është i ri në shpirt dhe aq më tepër pasionet nuk zhduken, ato mund të shfaqen. Pra, siç thonë dhe shenjtori, pasionet nuk zhduken, por ato mbeten në një gjendje të kontrolluara. Kështu që asnjëherë nuk duhet të heqim vëmendje nga vetvetja, edhe në qoftë se jemi në një moshë të thyer, duhet bëjmë kujdes, duhet kemi vetë përmbajtje. Duhet të jenë dinjitos, pra ata nuk duhet ta lëshojnë veten e tyre, duhet të jenë të urtë, do me thënë të kenë një mendim të pjekur, dhe prandaj edhe pleqëria në vetvete është një urtësi, sepse ngjan atij frutit i cili piqet të ëmbëlsohet dhe kushdo që e shijon ëmbëlsohet. Kështu duhet të jetë një plak, por ku vjen urtësia një plaku? I vjen urtësia kur ai është i bashkuar me Krishtin, ai e ka shenjtëruar mendjen, zemrën dhe shpirtin e tij, dhe urtësia e Perëndis banon tek ai. Kurse një plak i cili nuk ka besuar në Krishtin, ai në një farë mënyrë në moshën e tretë, më themi, ai ka një lloj rrjedhje, ka një lloj depresioni dhe si thon, pleq bëhen si fëmia. Kuptimi jo si fëmia se bëhen të pastër si fëmia, po bëhen të paarsyeshëm, kapriços si fëmia. Prandaj duhet pasur kujdes. Të shëndosh në besim, pra ata duhet të jenë të mbështetur në besim, në dashuri dhe në durim. Dashuria nuk duhet të jetë egoiste te një plak, por një plak aq më tepër edhe për moshën e tij duhet të jetë i dhënë i gjithë tek të afërmit. Dhe këtu bëhet fjalë në fillim në familje, për fëmijët e tij, për nipat dhe mbesat dhe pastaj edhe për të tjerë. Po duhet të jetë edhe në durim. Pleqëria është në një moshë e vështirë kur fillojnë dalin dhe probleme shëndetin dhe ai nuk duhet të ankohet, sepse ky është një proces që të gjithë njerëzit e kanë kaluar dhe Perëndia nuk na ka premtuar që të na largojë sëmundjet, vuajtjet edhe pleqërinë, por Perëndia na ka premtuar ringjalljen e trupit, pra një trup të lavdëruar. Pra do kalojmë nga procesi i plakjes, i vdekjes dhe pasaj i ringjalljes. Kështu që pleqt duhet bëjnë durim. Vargu 3 thot: "Gjithashtu dhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu si ka i e shenjtorëve, jo shpifse, jo robinja ndaj verës, së shumë, por mosues të së mirës." Tu flet për zonjat e moshuara, të cilat mund të jenë edhe gjyshe, edhe vjera. Dhe nuk duhet të jenë shpifse. Zakonisht natyra e gruas, e një grua që nuk ka vetë përmbajtje ose që nuk beson në Krishtin, sidomos në moshën e tretë fillon edhe, si thash, edhe degradon dhe pastaj nuk i vë kontroll as gjuhës dhe shpif, pra thot dhe gjëra të paqena, dhe kjo mund të krijojë një problem edhe në familje, por edhe në bashkësi të krishterë. Siç ka hije shenjtorëve. Fjala këtu siç ka hije shenjtorëve do thotë siç ka hije të krishterëve, të cilët janë njerëz të rinj në Zotin. Jo shpifse, jo robinja ndaj verës së shumë, por mosuese të së mirës. E tham para nuk do të jenë shpifse, robinja ndaj verës, po ashtu vera në atë kohë ishte një ushqim i përditshëm, por duhet të kenë kujdes edhe ndaj verës, pra çdo gjë duhet të jetë me mas, por mosuese të së mirës. Të moshuar në ambientet e shtëpisë tyre, por edhe në kishë, nuk ka një pozicion pasiv. Pra ato për shkak të përvojës së jetës tyre duhet të kenë një punë aktive. Dhe kush është puna aktive? Mësimi. Dhe ku duhet ta japin ata mësimin? Dhe këtë na i thot vargu 4, që të mësojnë të reja të duan burrat e tyre, të duan bijtë e tyre. Pra kush është detyra e një të moshuare, e një zonje, e një nëne, e një vjere, është të mësojnë bijat dhe të rejat ose nuset
Pra, si të mësojnë, të duan burrat e tyre, kjo është shumë e rëndësishme. Shpesh herë prindrit e moshuar bëhen egoist, bëhen xheloz, sepse kur shikojnë që djali i tyre u lidh me gruan e tij dhe u bën një mish, atëherë fillon një lloj xhelozie, armiqësie, por duhet të jetë ndryshe për të krishterët, të cilët kanë një dashuri pa pasion. Dhe në mënyrë të veçantë, këto zonja, këto të moshuara, duhet mësojnë këto vajzat e reja të duan burrat e tyre. Të duash burrin nuk do të thotë thjesht ta përkëdhelësh, ta putësh kur ai vjen në shtëpi, dhe ti thuash i dashur etj. Por të duash burrin do thotë të përkujdesesh për burrin, ta dëgjosh burrin, ti vësh atij vendin e parë, ta frymëzosh burrin, të jesh nderi i burrit tënd në veshje, në fjalë, ashtu si thuhet në fjalë të urta dhe gruaja është kurora e burrit. Më përpara nuk thoshim për gruan është filan zonjë, por thonin është gruaja e filanit. Pra këtë detyrë ka gruaja në familje. Dhe të duan bitë e tyre, nuk do thotë vetëm ti ushqejnë e ti përkëdhelin bitë e tyre, por ti duan me dashuri të vërtet, dashuri të krishterë. Pra ti bëjnë fëmijët e tyre të krishterë. Në qoftë si një nën dështon në misionin e saj që ti transmetoj Krishtin fëmijës së vet, atëherë ka dështuar, sepse mund ta bëj një fëmijë të shkolluar me një punë të mirë ose me një të ardhme ekonomike, por nëse nuk e bën e krishterë, ai fëmijë ka humbur. Çfarë do ndjejë një nën në jetën e përjetshme kur shikoj që për shkak të neglizhencës së saj fëmia e saj humbi dhe shkoi në ferr? Patjetër nuk do ndjej kënaqësi, por dhimbje dhe një mbretje ndërgjegje të përjetshme. Prandaj Perëndia do kërkoj llogari nga gratë dhe nga nënat, sidomos për edukimin e fëmijëve, dhe për nderin dhe dashurinë që ato do kenë ndaj burrave të tyre. Sot jetojmë në një botë egoiste, rebele, sidomos edhe natyra e gruas dhe janë këto lëvizjet feministe, por këto nuk sjellin asgjë të mirë, përkundër rrisin egoizmin dhe përçajnë familjet dhe lejnë një shembull negativ tek fëmijët. Dhe vazhdojmë të lexojmë në vargun 5 ku na thuhet: po të jenë fjalë paka, të lira, të kushtojnë punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndisë të mos blasfemohet. Të jenë fjalë paka, që do thotë që gratë duhet të kenë një kontroll tek fjalët. Sidomos natyra e gruas, ne flasim e grave të botës, janë të dhëna mbas fjalëve, mbas tashethemeve. Por një e krishtere duhet të jetë fjalë pak, pra fjalët i ketë të menduara, sepse në fjalët e shumta patjetër që ka një mëkat. Të jenë të lira, fjalat të lira do të jenë besnik të burrave të tyre dhe të shmangin papastërtinë dhe në mendim, fjalë ose veprim. Ato duhet të jenë shtëpiake, pra çdo thotë shtëpiake, jo thjesht të burgosur në shtëpi, por ato duhet të mendojnë për shtëpi. Gruaja ka një mision shumë të madh në familje. Gruaja është themeli i shtëpisë. Vërtet një themel nuk duket, po themeli e mban shtëpinë. Këtë mision ka gruaja, por fatkeqësisht, për shkak të forcave të errta që sot sundojnë botën, e nxorën gruan nga shtëpia, e bën atë gjëja forcë të mallore, të barabartë me burrin. Dhe shikojmë, sidomos në kohën e realizmit socialist, dilte gruaja me krah njësoj si të burrit, me fytyrë si të burrit, por çfarë ndodhi? Fëmijët e saj i rriti bota, i rriti gjoja partia. Burrat nuk ndjenin dashurinë e gruas sepse gruaja nuk kishte askohë të donte burrin e saj ose të përkujdesej për shtëpinë, dhe gjithçka ishte një butafori, një shkatrim. Por dhe në vendet kapitaliste po njëjta gjë ndodh. Pra gruas i janë dhënë shumë liri në thonjza, një jetë private, një rrogë private dhe liri, por ajo ka dështuar në atë që të qenë grua dhe nën. Të bindura ndaj burrave të tyre, dhe mund të them se kjo është një nga urdhëresat që sot shkelën më shumë nga gratë, të cilët nuk kanë dëshirë të binden burrave, por kjo është në dëm të vetë grave, sepse gruaja në natyrën e vet nuk është krijuar të udhëheqë. Pra, aftësinë për të udhëhequr e ka burri, dhe gruaja është frymëzimi i ideve të burrit. Nëse një grua do udhëheq, do gaboj, sepse dhe mënyra se si e shikon një grua botën ndryshe është nga ajo e burrit. Prandaj duhet pasur kujdes të bindur ndaj burrave tyre. Kjo ju sjell shpëtimi grave. Grave Zoti ju ka lënë një detyrë jo shumë vështirë, të bindesh. Kurse burrave ju ka lënë detyrë akoma më të vështirë, ti duan gratë si veten e tyre dhe ta duash edhe kur nuk të do gruaja. Prandaj duhet pasur kujdes. Dhe bindja shpëton një grua. Zoti do t'i kërkojë llogari një gruaje
kur ta gjykoj, ai i bindur burrit, sepse një grua nëse nuk i bindet burrit, nuk e nderon burrin, nuk e dëgjon atë, nuk e vë atë në vendin e parë, ajo si bindet as Perëndis. Që fjala e Perëndis të mos blasfemohet, pra duhet pasur kujdes sepse jeta jonë private nuk është thjesht private në ambientin tonë shoqëror ose familjar, por jeta jonë është edhe në ndikim të tjerëve, sepse nëse ne të krishterët jetojmë si bota, me konflikte armiqësore brenda familjes si bota, me egoizëm brenda familjes si bota, atëherë emri Perëndis do të shahet. Dhe çfarë do të shikojnë njerëzit tek neve? Nëse ata shikojnë si veten e tyre, atëherë thonë që krishterimi është thjesht një filozofi, por nuk është një realitet. Vargu 6 thotë, nxiti gjithashtu të rinj që të jenë të matur. Këtu apostulli Pavli këshillon Titin për të rinj që janë pjesë e kishës. Dhe të rinjt janë një moshë shumë e bekuar, por duhen të jenë të matur sepse kanë edhe atë vrudhin gjenital, të cilin Perëndia e ka dhënë si dhuratë njeriu që të krijojë një familje dhe të lindë fëmijë. Por duhet kontrolluar kjo, sepse djalli këtë dhuratë të madhe ku njeriu bashkëpunon me Perëndin për të sjellë një njeri të ri, kërkon ta kthejë në mëkat. Dhe sot jetojnë në një ambient shumë të kontaminuar nga mëkati, ku njerëzit janë dhënë shumë ndaj mëkatit trupor, sidomos dhe të rinj ka shumë provokime ndaj njëri tjetrit dhe në një farë mënyrë mund themi se sot është plasur cipa, njerëzit nuk kanë më standard moral. Por kjo nuk justifikon të rinjt e krishterë, duke thënë që me që mëkatojnë të gjithë do mëkatojmë dhe ne. Pavarësisht se mëkati është bërë mod, prap hiri i Perëndis është përmbi fuqinë e mëkatit. Tregohet një histori se si një djalosh i ri vajti në ishullin e Patmos për të falur në atë vend ku Zoti ndriçoi Shën Joanin dhe apostujt ngjillor për shkruar ungjillin dhe për të marrë zbulesën, dhe mbasi u lut dhe ul pasaj për të shtollur në një stol një pamje piktoreske, shfaqet një grua e huaj, e cila e fton atë që të shkojnë për të bërë mëkat. Por ai u ngrit dhe tha, unë kam ardhur për të lutur, jo për të mëkatuar. Dhe kur ai po lutej në hotel në mbrëmje para se të linte, i shfaqet Zoti brenda një drite dhe e bekon për mbajtjen e tij. Prandaj, asgjë nuk është e pamundur, atje ku mëkati është më i madh dhe hiri është më i madh. Dhe nëse neve do të lutemi dhe do shmangemi vendeve të tundimit, patjetër që nuk dorëzohemi. Por asnjëherë mos gënjehemi se ky mëkat është i lehtë. Ka shumë sotëri në fe që janë atje sot sepse vetëm një herë kanë mëkatuar këtë mëkat dhe nuk janë penduar. Prandaj, duhet pasur kujdes. Vargu 7 thotë, duke nxjerrë në çdo gjë veten tënde si shembull vepra të mira, duke treguar në mësim, pastërti, dinjitet, papritshmëri. Apostulli Pavli tashmë i thotë të Timotheut që ti duhet ta nxjerrësh veten në çdo gjë si shembull veprash të mira. Pra, episkopi është shembull për besimtarët ose prifti. Dhe besimtarët duhet shikojnë jo thjesht fjalët, por dhe shembullin. Shembulli është ai që ndikon. Ashtu siç thotë Shën Joan Gojarti, shkoni dhe predikoni, thotë, por nëse është e mundur me fjalë, pra shkoni predikoni me vepra, duke treguar në mësim, pastërti, dinjitet, papritshmëri. Pra, e para një herë në mësim të shëndoshme, doktrinë të shëndosh, pastërti dhe dinjitet, që do thotë me një pastërti morale dhe papritshmëri. Papritshmëri do thotë që ato çfarë ka thënë apostulli, pra Titi tek besimtarët, të mos jenë të prishme, mos jenë të ndryshueshme. Pra duhet të jenë si themele të pa ndryshueshme ose dhe gjëra të pa prishme. Dhe këto vijnë nga një doktrinë e mirë dhe nga një jetë e moralshme. Vargu 8 thotë, një folur shëndosh e të paqërtueshme që kundërshtarit të turprohet dhe mos ketë të flasë asgjë të keqe për ju. Pra, një folur shëndosh do thotë të jetë e lirë nga çdo lloj qortimi dashakeqes, ai duhet të jetë e lirë nga probleme anësore ose anësi, nuk duhet të ketë risi, doktrina të reja, tridhe dhe çdo gjë që është kundër të vërtetës së Perëndis. Që edhe ata që na dëgjojnë për na akuzuar të turpërohen, pra të mos kenë të flasin asgjë të keqe për ju. Prandaj dhe në kishën tonë ortodokse predikimet janë të hapura dhe çdo kush është i lirë, edhe ata që janë besimtarë dhe që ata që nuk janë besimtarë, të dëgjojnë predikimin e një episkopi, një prifti, një teologu. Prandaj dhe duhet pasur kujdes, duhet një përgatitje para se të shkosh të predikosh dhe gjithçka duhet të jetë sipas doktrinës dhe moralit të krishterë. Vetëm kështu nuk shahet doktrina dhe morali krishterë dhe turpërohen ata që janë dhe dashakeq. Vargu 9 thotë, shërbëtorët u bindën zotrive tyre të mundohen të kënaqen me gjëra që të mos i kundërshtojnë me fjalë. Apostulli Pavli tashmë kthehet tek
sklevrit, të cilët edhe këta bëshin pjesë në bashkësi, pra ishin të krishterë, mund të ishin edhe me zotritë e tyre. Skllavëria është një gjendje shoqërore e lashtë tek njerëzimi dhe kemi në Dhjetën e Vjetër dhe patriark, të cilët kishin sklevër dhe shërbëtor, por edhe në Dhjetën e Re, po ashtu kemi edhe zotritë e krishterë, të cilët kishin shërbëtorët e tyre. Por në Dhjetën e Re nuk na flitet për heqjen e skllavërisë, sepse kjo do ishte e pamundur për kohën, por në një farë mënyre Perëndia do të gjykojë të gjithë ata zotritë të cilët sillen keq dhe abuzojnë me shërbëtorë sklevër të tyre, sidomos edhe ata që quhen të krishterë. Dhjata e Re nuk përkrah rrëzimin e skllavërisë me një revolucion force, siç tham, por dënon dhe heq abuzimet e skllavërisë me anë të fuqisë së Ungjillit. Historia tregon se ligësitë e skllavërisë janë zhdukur atje ku fjala e Perëndisë është predikuar dhe është mësuar gjerësisht. Pra, kur zotrit janë bërë të krishterë, po ashtu dhe sklevët të krishterë, kemi pasur një marrëdhënie të shëndosh midis zotrive dhe shërbëtorëve. Ashtu siç e kemi dhe në letrën që i dërgon Apostull Pavli Filimonit për Onisimin, i cili në fillim ishte një sklav, një shërbëtor i Filimonit, por pastaj ai u bë krishter dhe Apostull Pavli thotë ta pranosh jo vetëm si shërbëtor, por si vëlla në besim. Shikojmë se në Dhjetën e Re për sklevët flitet më shumë për të parët e kombëve, dhe kjo jepet për t'i dhënë dinjitet racës njerëzore, që pavarësisht se mund të kenë rënë në këto gjendje shoqërore, prap në Krishtin edhe shërbëtori edhe sklavi janë të krishterë dhe në Krishtin nuk ka më shërbëtor edhe sklevër, aq më shumë dhe në mbretërinë e Perëndisë. Vargu 10 thotë: të mos përveçojnë gjëra të huaja, por tregojnë një besnikëri të plotë që në çdo gjë të nderojnë mësimin e Perëndisë shpëtimtarit tonë. Pra, Apostull Pavli tashmë i thotë Titit që të këshillojë edhe sklevët dhe shërbëtorët e krishterë që të mos përveçojnë gjërat e huaja. Këto mund të ishin gjërat e zotrive ose gjërat e huaja. Sklevët dhe shërbëtorët në atë kohë bënin një jetë vështirë me privime, abuzime, por kjo nuk i përligjte ata që të villnin, sepse urdhresa është njësoj si për zotrit dhe për shërbëtorët. Pra, mos vill. Dhe sot ne mund ta kuptojmë në këtë mënyrë. Sot në vendin ku jetojmë ne, për shembull, nuk ka sklevër dhe zotri, por shoqëria është në një hierarki. Pra, shkon në një vend pune dhe atje ke drejtorin, ke përgjegjësin. Dhe ndonjëherë krijohet ide e gabuar se meqë fatkeqësisht abuzohet dhe me punën e punëtorit, pra nuk jepet paga që ai meriton, atëherë krijohet ideja se unë mund të përveçoj gjën që është e ndërmarrjes ose është e punëdhënësit ose është e sipërmarrësit. Dhe kështu them që marr gjën që më takon. Por kjo quhet vjedhje. Prandaj si atëherë shërbëtorët dhe sklevrit, por edhe gjithmonë të krishterë në çfarëdo pozicioni shoqëror do të jenë, ata të mos përveçojnë gjërat e huaja, por të tregojnë një besnikëri të plotë që në çdo gjë të nderojnë mësimin e Perëndisë shpëtimtarit tonë. Dëgjuat komentin e letrës Apostull Pavlit